Protesta pa mbretër kundër Trumpit në mbar Shtetet Bashkuara. Protesta pa mbretër kundër Trumpit e organizuar nga demokratët, ndërsa republikanët i quajnë mitingje që urrejnë Amerikën. Në mbar Shtetet e Bashkuara u zhvilluan protesta me moto No Kings kundër drejtimit që ka marrë vendin nën presidenti Donald Trump. Demonstratat u organizuan në mbi 2600 qytete duke përfshirë dhe një tubim të madh në Washington. Republikanët e kanë cilësuar këta mitingje si mitingje për ata që urrejnë Amerikën. Protestat u zhvilluan mes mbylljes së gjatë të qeverisë që ka pezulluar shumë shërbime federale dhe kanë nxitur tensione mes shtëpisë së bardhë, Kongresit dhe gjykatave. Organizatorët thonë se ky ishte një parajmërim ndaj rrëshqitjes drejt autoritarizmit. Por si? Trump ndodhi në rezidencën e tij në Mar-a-Lago në Florida dhe është shprehur se nuk është mbret, duke ironizuar protestuesit. Ai do marrë pjesë në një mbledhje fondesh për $1 milion për person, ndërsa protesta pritet edhe pranë rezidencës së tij. Ndër figurat politike që mbështetën protestat ishin Chuck Schumer, Bernie Sanders, të cilët e shohin këtë si një lëvizje për të mbrojtur kushtetutën dhe liritë amerikane. Sanders tha se ky është një miting që e do Amerikën, ndërsa akuzoi Trumpin dhe republikanët për tendenca autoritare. Po ku i shohin ata ato? Nga ana tjetër, republikanët i kanë quajtur protestuesit komunist marksist, duke thënë se demokratët po mbajnë qeverinë e mbyllur. Për të nënshtruar ndaj krahut të majt, organizatorët thanë se qëllimi i protestave është kundërshtojnë ekstremizmin dhe të rikthejnë balancën e pushteteve në sistemin amerikan. Sipas Izar Levin, një prej drejtuesve të organizatës Indivisible, ajo që shohim tani është se demokratët më në fund po tregojnë forcë dhe gjëja më e keqe që mund të bënin do të ishte të dorëzoheshin sipas saj. Po s'ka asnjë mesazh në atë tubim të madh të demokratëve. Vetëm alarmi i kotë për një Trump diktator apo Hitler, siç e quajtën edhe gjatë fushatës. Megjithatë ai ka marrë shumicën.